Rruga kryesore e lagjes kodrinore në fshatin Brostar Rura të Bashkisë Fier, e cila shërben në rreth 70 familjeve, është sot jo vetëm e pakalueshme, por edhe i ka izoluar banorët. Rreth 9 muaj më parë, gjatë fushatës elektorale, u premtua rikonstruksioni i saj, u hodhën disa materiale inerte dhe punimet e ndërprerjes apo fushata përfundoi. Ndërsa sot rruga është në gjendje edhe më të rëndë. Administratori që u dha premtimin banorëve të kësaj lagjeje u largua nga detyra, por përgjegjësia nuk largohet me administratorin, pasi ajo mbetet tek Bashkia Fier, deklarojnë banorët. Sipas tyre, në këtë rrugë nuk mund të qarkullohet me automjete, por vetëm me kafsh, ndërsa në rast emergjencash shëndetësore apo zjarresh, zona rrezikon izolim të plot. Na është premtuar për fushat që do shtrohesh dhe do rregullohesh. I hodhën sa për të larë syt 2 kamion çakull, sa pra shkoj ka marrë e ka çuar prapë në asfalt poshtë. Ne jemi rreth 40 e ca familje këtu. Nuk kemi ne kërkesë tjetër ndaj shtetit, se nuk po themi se çdo gjë vjen kohë dhe do bëhet në kohën që duhet. Po kjo rrugë është premtuar kështu disa herë dhe nuk është bërë asnjëherë. Të paktën këtë radhë do bëjnë. Siç na premtuan, por nuk u bë. Po të gjitha familjet që jemi këtu, të vitë edhe të thotë që dikush ka taksa pa paguar, asnjëri s'ka taksa pa paguar. Jemi taksa pagues të rregull. Por neve kjo është jetë. Në qoftë se kjo rrugë se ne detyrohemi marrim fëmijët në këmbë, nga xhatja poshtë i bjen këtu sepse edhe makina nuk vjen këtu. Edhe të smur që kemi patur i kemi detyruar, i kemi marrë vetë, se na kanë thënë që nuk ngjitet ambulanca lart, e kemi nxjerrë tek Rrugica poshtë, tek Fenëshea, se nuk vjen. Edhe ne shikojmë që nuk ka rrugë, nuk ka mundësi e të vi këtu lart. Banorët e lagjes kodrinore të Brostarit pohojnë se 70 familje presin një përgjigje konkrete nga Bashkia Fier se kur do të rifillojnë punimet dhe a ishte ndërhyrja reale apo një veprim elektoral, ndërsa theksojnë se rikonstruksioni i rrugës nuk mund të jetë çështje premtimesh fushate, por detyrim ligjor dhe moral i institucionit të Bashkisë Fier. Në emër të 70 familjeve, banori thekson se nuk kërkojnë fjalë, por rrugë, nuk kërkojnë fushat për zgjidhje. Sipas të njëjtit burim, nëse Bashkia Fier nuk reagon tani, atëherë përgjegjësia për çdo emergjencë që mund të ndodhë në këtë zonë do të jetë e qartë se kujt i adresohet. Ankesat nuk janë thjesht lajm, por kërkesa publike për veprim, ka thënë në vijim banori intervistuar. Dhe në këtë kuadër, me këtë lajm problematik, televizioni Apollon i jep zë njerëzve që nuk dëgjohen dhe pesh fjalës së tyre. Ai po kërkon zgjidhje konkrete dhe nuk po publikon për zhurmë, dhe ky fakt bën diferencën e emisionit të televizionit Apollon.